Unë i uroj Vllaznisë që dali kampion dhe të plotësoj ëndrrët që kanë shumë tifozë këtu, qoftë edhe njerëzit që drejtojnë klubin. Duk veti si trajneri i Vllaznisë në fund profesor, se ju duhet të rrugiten tifozët ju dhe ekipin, duke thirrur edhe Josa. Them drejtën, unë për herë kur vi në Shkodër vi me kënaqësinë më të madhe, qoftë dhe si kundërshtar. Këtë gjë kam shprehë edhe herë tjetër kur më keni marrë në për intervista këtu mas neshjeve, që kam qenë si kundërshtar i Vllaznisë. Është qyteti që më ka dhënë, pavarësisht se s'kam fituar shumë, po më ka dhënë kënaqësinë më të madhe për të punuar. Problemi ishte që sot neshja ishte për të dyja skuadrat jetë vdekje. Nuk mund të themi që ishte thjesht, pavarësisht se ju e patë si shkoi loja. Pjesën e parë ne vujtëm në mënyrën si do të kur fitonim topin, në mënyrën si do të nxjerrim topin përpara. Sidomos nga mbështetja e dy sulmuesve, e cila nuk u bë ashtu siç duhet. Fjalë të mira mund të them për skuadrën mas rezultati, se ndryshe do të kisha folë nëse do kishim rezultat tjetër. Kështu që llafet e shumta në këto momente janë për karallëk. Shkoj marrë vesh rezultatet e tjera dhe jemi prapë në të njëjtat pozita. Kështu që themi se me mënyrën se si djemt jam fut për të plotësuar detyrat e tyre që unë i kam dhënë, na jep një lloj shpresë për vazhdimsi. Erdhët përfitore profesor sot në Shkodër? Normal që ishte një rezultat që neve barazimi as nuk na, siç dolën ndeshjet e tjera, as nuk na leverdiste fare. Kështu që erdhëm përfitore dhe fati jo, se futbolli ka dhe fat, jo e dini shumë mirë. 7 pikë, unë doja që t'i kisha këto 7 pikë, po jo kundra Vllaznisë, kundra ekipeve tjera rivale që janë për mbijetesë, por është gjë që futbolli kështu e ka, se fund e fundit ne Vllaznia na ka eliminuar dhe për kupë.